Sot është një ditë e shënuar, për të thënë të drejtën, për Bashkinë e Fierit, sapo prezantuam 4 nënkryetare të rinj. Kemi nisur një proces me kryetarin prej disa muajsh për një riorganizim të mirëfillt të bashkisë. Pikërisht ajo që tham në takimin me punonësit është që pas një pune shumë të mirë që është bërë këtu në Fier, duhet thënë që Fieri ka ndryshuar 4-cifrisht dhe është normale që ti sa më shumë punon, sa më shumë ngre, aq më shumë rritet kërkesa e qytetarëve. Për këtë arsye, duhet një riorganizim i thellë dhe një ndarje e mirë e detyrave, digitalizimi i proceseve të Bashkisë së Fierit dhe mbi të gjitha transparencë për qytetarët, diçka që kërkohet kudo sot në administratën publike dhe lokale. Besoj që me grupin e nënkryetarëve, për Armandon puna do të jetë më e thjeshtë, territoret do të jenë më të mbuluara dhe qytetarët do të jenë më afër administratës lokale.